Ajo u ankua se ndjente dhimbje në pjesët intime, ndërsa policia u thirr për të atin e vajzës. Kur morën vesh të vërtetën, të gjithë u tronditën. Para se të fillojnë, mos harroni të abonoheni në kanal dhe ndiqni videon deri në fund për të kuptuar se çfarë ndodhi me vajzën e vogël dhe të akuzuarin, tatin e saj. Viktoria ishte një vajzë e bukur 9 vjeçare, e cila vraponte dhe luante me shokët e saj të klasës në shkollë. Ishte pushimi i saj i preferuar. Ajo pëlqente të luante kërcim militar dhe të bënte miq të ri, pavarësisht rutinës së saj së vështirë shtëpi-shkollë. Ajo ndjehej vetëm e sigurt dhe e lumtur. Kur filluan orët e mësimit, duk shprehje e lumtur e vajzës dhe u qetësua. Madje asaj i pëlqente të studionte, por nuk ishte shumë e mirë në matematikë dhe ndonjëherë ishte aq nervoze gjatë provimeve sa bënte gabime. Kur i thoshte babait të saj për notat e këqija, ai e qortonte dhe i thoshte se duhej të punonte më shumë. Megjithatë, Viktoria ishte një studente e përkushtuar dhe gjithmonë përpiqej të bënte më të mirën. Ajo tha se donte të bëjë veterinere kur të rritej, sepse i donte kafshët shumë, por jeta në shtëpi ishte më shumë e vështirë për vajzën e vogël. Ishte vetëm ajo dhe babai i saj, Rodrigo, dhe ishin shumë të varfër. Nëna e saj kishte vdekur 3 vjet më parë në një aksident autobusi, së bashku me 2 vëllezërit e tjerë të vegjël. Ata po ktheheshin nga plazhi dhe ai që supozoi të ishte një udhëtim i lumtur u kthye në një mankth. Rodrigo kishte kursyer para për vite të tëra për të shkuar në një udhëtim të madh me familjen e tij. Të gjithë ishin shumë të emocionuar dhe do të ishte herë e parë që ai merrte gruan dhe 3 fëmijët e tij në plazh. Kaluan ditë të pabesueshme atje, duke u argëtuar dhe duke shijuar vapën në det, por në rrugën e kthimit kur çifti dhe fëmijët hipën në autobusin turistik për të shkuar në shtëpi, njëra nga gomat plasi, pasi ishte një autobus klandestin. Shoferi humbi frenat dhe automjeti përfundoi duke u përmbysur disa herë duke rënë nga një shkëmbi dhe ajo dhe 2 fëmijët e saj të vegjël nuk mbijetuan. Vetëm Viktoria dhe babai i saj dolën të gjallë nga ai aksidenti i tmerrshëm, por që atëherë jeta e tyre nuk ka qenë kurrë e njëjtë. Për shkak të kohës që burri kaloi duke u shëruar, atë e pushuan edhe nga puna, pa asnjë dëm shpërblim. Ai ishte i dëshpëruar se si do të kujdesej për fëmijën e tij të vetëm. Rodrigo ishte 35 vjeçar dhe pavarësisht se ishte i ri, ai u bë invalid me një vazhdim në këmbë që e pengonte të merrte punë të ndryshme. Kërkonte shumë përpjekje, gjithashtu që nga aksidenti ai ishte bërë një person shumë i mbyllur dhe i rezervuar. Viktoria nuk e kuptonte fare se çfarë kishte ndodhur me babain e saj, por ajo e dinte se ai sillej ndryshe tani. Ajo u përpoq të ndihmonte në çfarëdo lloj mënyre që mundte, i pastronte dhe i lante enët, fshinte dyshemet, por shpesh mendonte se nuk mjaftonin për ta kënaqur babain që vinte gjithmonë në shtëpi i nervozuar. Ai punonte 2 punë, të cilat arriti t'i gjente në muajt e fundit për të mbajtur familjen, kështu që pothuajse nuk kishte kohë të luante me vajzën e tij, dhe kur kthehej dukej shumë i lodhur për të bërë këtë për shkak të një punës së tij që e bënte natën. Vajza përfundoi duke kaluar shumë kohë vetëm në shtëpi, por ajo nuk u ankua, e dinte që jeta ishte kështu. Viktoria ishte një vajzë e vetmuar, por ajo nuk ishte e trishtuar, pavarësisht vështirësive që mbante. Ajo gjithmonë kishte një buzëqeshje në fytyrën e saj dhe kur nuk hoqi dorë nga ëndrat e saj. Shkolla ishte një streh për Viktorian, një vajzë e re që po përballej me zemërimin dhe nervozizmin e babait të saj. Një ditë babai i saj u kthye në shtëpi me gjithë mbledh dhe hyri në dhomën e Viktorias, i nervozuar, duke pyetur atë dhe duke i bërtitur se pse nuk kishte shkuar në shkollë. Vajza e friksuar i tha se ishte e shtun, prandaj nuk ishte në shkollë. Babai dukej se ishte i dehur dhe i tha përsëri me gjithë mbledh: "Eja këtu shpejt." Të nesërmen ajo përjetoi një goditje në pjesët e saj intime dhe ndjeu një frikë të pashpjegueshme. Ajo shkoi në shkollë, por dhimbja u përkeqësua ndërsa përpiqej të përqendrohej në rutinën e saj. Miqtë e Viktorias vendosën të flisnin me mësuesen Klara, e cila vuri re shqetësimin e saj dhe e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull. Mësuesja ishte e shqetësuar për situatën e Viktorias dhe pyeste veten nëse ajo i kishte thënë tashmë dikujt në familjen e saj. Viktoria rrëfeu se babai i saj ishte i vetmi që kujdesej për të në shtëpi. Klara u përpoq të ndihmonte atë gjatë orës së mësimit duke pyetur më saktësisht se ku kishte dhimbje dhe Viktoria i tregoi duke qarë. Klara nuk e njihte mirë babain e saj, pasi që nuk kishte ardhur asnjëherë në mbledhjet prindërore dhe ajo e dinte se vajzat e reja si ajo përballeshin me shumë situata të rënda që nuk do të dëshironte as t'i zër në gojë.
Megjithatë, Viktoria vazhdoi të vuante në heshtje, nga frika se dhimbja nuk do të largoj kurrë dhe do të përfundonte duke e refuzuar ose ndëshkuar. Laura, një mësuese tjetër, vuri re se diçka nuk shkonte me Viktorian dhe i kërkoi të fliste. Viktoria donte të thoshte të vërtetën, por kishte frikë se çfarë mund të ndodhte nëse do ta bënte. Laura filloi ta vëzhgonte më nga afër vajzën dhe i raportoi dyshimet e saj drejtorit të shkollës. Të gjithë ishin të shqetësuar për situatën e Viktorias dhe filluan të hetojnë se çfarë mund të kishte ndodhur. Dhimbja e Viktorias vazhdoi të rriti dhe ajo ndihi gjithnjë më e dobët dhe pa për ta përballuar. Ajo e kalonte pjesën më të madhe të kohës në shkollë duke qëndruar ulur me miqt për të cilët fliste ose shpërqendrohej. Prindërit e nxënësve të tjerë të klasës e vunë re trishtimin e saj dhe ju munduan t'i afrohen për ta bërë të ndihej e mirëpritur dhe të fliste me ndonjërin pasi që nuk kishte nënën e saj. Mundoheshin që ta bënin të mos ndihej vetëm, por Viktoria ishte e friksuar se mos ta vendoste në rrezik jetën e saj dhe të babait të saj. Mësuesit vazhduan të shqetësoheshin për situatën e saj dhe vonë re se ajo friksohej sa herë që subjekti ishte babai i saj. Një ditë Viktoria shkoi në shkollë duke ndjerë përsëri të njëjtën dhimbje intensive, por ajo u bë aq e fortë sa nuk mund ta duronte dhe filloi të qante e dëshpëruar. Klara, e cila ishte duke dhënë mësim, nxitoi për të ndihmuar Viktorian, e cila po qante në mënyrë të pakontrolluar. Ajo thërret drejtorin, i cili e pa situatën dhe thërret urgjencën si dhe babain e Viktorias. Babai i Viktorias, Rodrigo, lë punën dhe nxitoi të atakoj. Ai gjen Viktorian duke qarë në mënyrë të pakontrolluar dhe bërtiste nga dhimbja. Ajo kishte frikë se babai i saj do të jetë çmendur që e kanë thirrur nga shkolla. Babai e pyeste me gjithë shqetësim se çfarë kishte ndodhur me të dhe të gjithë nga mësuesit e shikonin me kujdes sjelljen e tij dhe të vajzës së tij. Në atë moment, mbritën 2 policë duke thënë se kanë raportuar një gjendje ndaj tij. Ata arrestuan Rodrigon me dyshimin për sulm të rënd ndaj një të miture. Rodrigo është i shokuar dhe i turpëruar, pasi nuk e ka parë kur më parë vajzën e tij në një situatë të tillë dhe bërtiste duke thënë se nuk mund të jetë një gjë e tillë dhe se mund t'ia bënte një gjë të tillë vajzës së tij. Policia e merr me dhunë dhe prindërit e nxënësve të tjerë janë të shokuar që një baba do t'i bënte një gjë të tillë vajzës së tij. Drejtori i shkollës ishte nën presion duke u përpjekur t'i mbajë të gjithë nën kontroll. Ata e marrin Viktorian dhe e çojnë në spital për kujdes mjekësor. Rodrigo është i zemëruar dhe i shqetësuar, duke u ndjerë i akuzuar dhe i turpëruar për ndodhit. Ai thoshte se nuk e kuptonte se pse e kishin akuzuar me diçka të tillë, se gjithçka që ai mendonte ishte vajza e tij e vogël. Ajo thoshte policëve, nuk kam bërë asgjë, ju premtoj, ju lutem më besoni, por askush nuk besonte dhe të gjithë e injoronin. Në atë moment, disa nga të burgosurit e pyetën se çfarë kishte ndodhur dhe ai u shpjegoi situatën duke u thënë se vajzën e kishte të sëmurë dhe se të gjithë kanë menduar se ai kishte bërë diçka, por ai u betua se nuk do t'i bënte kurrë keq vajzës së tij të vogël dhe të vetme. Edhe të burgosurit e dyshuan atë. Rodrigo duhej të bënte diçka për të kuptuar të tjerët që ai ishte i pafajshëm. Por, a ishte ai me të vërtetë i pafajshëm? Viktoria në spital e marr me qetësues dhe shtrit në shtrat. Një ginekologe e ekzaminon atë, duke gjetur rrjedhje gjaku në rrobat e saj. Viktoria ishte e friksuar dhe e shqetësuar, duke dashur që babai i saj të vijë. Klara, Laura dhe drejtori përpiqen ta qetësojnë, por ajo qanë edhe më shumë. Mjeku me qetësi e pyeti vajzën se ku ndjente dhimbje dhe ajo i tregoi me gisht në pjesën e fundme të barkut. Mjeku ekzaminon barkun e Viktorias dhe nuk gjen asnjë provë dhune. Me shumë butësi, ajo butëqeshi dhe i tha, e po kam lajme të mira dhe të këqija. Lajmi i mirë është se barkun e ke mirë, por lajmi i keq është se ke pasur një infeksion urinar që të bën të ndjesh dhimbje kur urinon, por mos u shqetëso, do të japim disa barna që do të ndihmojnë për dhimbje. Gjithashtu, ti tani e bërë një vajzë pak më e rritur dhe kjo mund të ketë shkaktuar dhimbje pak më të mëdha, por gjithçka është normale. Ti po përjeton pubertetin e parakohshëm. Të gjithë u habitën dhe menduan se ishte ende shumë e vogël për këtë. Mjekët sqarojnë se nuk ka pasur prova të dhunës dhe dhimbje e pubertetit të parakohshëm ishte e madhe për të në moshën 9 vjeçare. Policia dhe të gjithë të tjerët
ishin thellësisht të penduar që nuk i dhanë mundësinë Rodrigos të shpjegohej për aksidentin tragjik që ndodhi me Viktorian. Rodrigo, një i ri i dashur, kishte një jetë të vështirë për t'u kujdesur për vajzën e tij, por ai nuk e dinte situatën. Pasi humbi një nga punët e tij, ai u largua nga shtëpia dhe e kaloi natën duke mbledhur kanaçe në bare dhe klube. Kur u kthye, Viktoria tashmë ishte nisur për në shkollë. Rodrigo u dërgua në spital. Kur u pan me vajzën, vrapuan për t'u përqafuar të dy dhe filluan të qanin. Ai kërkoi falje vajzës së tij dhe i premtoi se do ta mbështeste gjithmonë. Të gjithë u afruan dhe i kërkuan falje Rodrigos. Mjeku konfirmoi se Viktoria ishte mirë dhe drejtori i shkollës i ofroi Rodrigos një punë si portier si kompensim. Viktoria ishte e shëndetshme dhe Rodrigo u lirua nga të gjitha akuzat e paligjshme. Nga kjo histori mund të kuptojmë se ndonjëherë, pavarësisht ndodhive të papritura dhe të këqija që na ndodhin, ne duhet të qëndrojmë të fortë, pasi që pas shiut çdo herë del ylberi. Zoti e cakton më së miri të ardhmen tonë, dhe po të mos kishte ndodhur kjo, babai Viktorias nuk do të mund të gjente një punë të mirë si portier, si dhe të kalonte më shumë kohë me vajzën e tij. Nëse ju pëlqeu historia, me siguri videoja e radhës që po shfaqet në ekranin tuaj do t'ju pret edhe juve. Mos harroni të abonoheni në kanal, të na jepni një pëlqim dhe të klikoni zilen që të mos humbisni asnjë nga videot tona të ardhshme. Na shkruani mendimet tuaja në komente dhe deri herës tjetër qëndroni kurioz.